He, oj në lutë. A pa në kyti? O, të shpiva ja. Po me se bruzot. Si kalon? Modern. Çka po bën me të kota? Pasha zoten isha të pi me një djalë të Kosovës, kaj gotë, po festojmë dalinin e kry gjyshit tonë, Gjergj Kastrioti. Po që po shto. E kam sjellë se ka përveç dalinjes ka dhe iksim planta. Në Kosovë do të zgjidhë kryetarë. Krenolja është një skënderbim mos po dhuj. Me Që krenolja më e modhe në buta qysh? Po nuk ka për krenare në këtë blok më të madhe se kjo. Ka ke pru me arsye të skënderbim me ato të koka çka? Të të dërsoj me qëse më ka hanë Skënderbeu e pashtanët, unë e kam të ato, Kosova dhe të rrje për kënëri të zgjidhë kryetarin e re dhe dhurojen kokë kryetare që të bashkojë. Kur do me ja vendosë skënderbim ta? Këtë ditë duket se zgjidhet problemi i zgjedhjes së kryetares. Që më bu. Ka ta më shumë punë pa të dhe shkjo. Sa Vërtet më vështore. sa duhet dhe të falenderoj 100 herë që ti merr pjesë në mësime kombëtare. Faleminderit shumë për ti. Çka hop me to? Me këtë hap makinë. Ha makinën tash më sot ndaj diçka tjetër. Jo, hap makinën, hap rrugët, hap të drejtën me u fut si s'na dha policia, na dha komuna Prishtinës me parakalu në Po shesh. kjo është makina jote, a? A muj me po çka ka makinë? Po patjetër. Ha? Unë do nga një nuk jam, po thash që jam artist dhe kam dëshirë me po se çka të Si dashuri është kulturës kombëtare, patjetër. Edhe dëkana kishte drejt me po kontrol. O, ka po çka, do të me kop? Që ajo, shumë bukur. Kapuqi, bace, si që shikon është një projekt shumë i madh mbi Kapuq, do bëhet një kapele. E kjo zëngjiret që kam bërë ke Kapuqi tregojnë lidhjet që ke ti me kulturën kombëtare shqiptare. Faleminderit shumë. Libra, Po. ka Pas ke gjithçka, a? A vet gjithaj ke po. ka shkopi këtu, U gjorni për në hamre? simboli familjes burrë gru. Po. Ka një thënie popullore që dy gjaprini karvat flen, kur e kalen mirë, ja se si hapin këto, kur duhen me picku. Kur duhen mos me piskuem. Po kjo këtë? Kjo është ka karakter të theksuar politik, si me thënë është shtiz kundër politikanëve të Shqipërisë. A jemi prodhim të një nane shqiptare dhe të një babe shqiptare. E vërtet, po. Po si nuk po din me na amat kohën, se është kompast, si s'po din me na amat kohën dhe na harën kohën ta politikanë. Ku e morën drejtën me na hangër kohën? E pse ke vendosur këtu makinën a këtu e tonajt e grande? Unë e kisha ftesën zyrtare nga një shoqat këtu, në Kosovë, të pagu me flenë në hotel Grand. Gjithë e kam gratis, se unë s'kam pagu kohë. Edhe këtu turistët e huj kanë bo, shumë vetëm 364 foto jenë bo. Të huj kanë bo foto, që di e madhe. Që në një farë forme kjo është promovim, i vlera kombëtare, apo? Po ishte dalime. Edhe të huj për lërgot me mendimin që shqiptarët e njohin, e duhen traditën dhe e respektojnë atë që i ka bashku. Kush i ka bashku? Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, normalisht. Ka dhe këtu, ke për të pasë se që do prodhojë politika barë kombëtare. Do prodhojë Pas ke përkrenuar plot Skënderbeu. Ajo është mirë sa është të gjeni sponsor, t'ja dhuroj edhe ju si gazetar, mund të dëshyni. Kjo është metalike, është e përshtatshme me vu edhe në kaptin. Më falë, vishta. Ja hekte sepse kur gjirohet në rrugës e mbi kalë, është e përshtatshme. Ty po trika mirë. Edhe i pëngjon Gjergji. Kam edhe shpatë. A ki shpatë? Po si shkam? Edhe shpatën e Gjergjit? Po shpatën e kam taksi, kam një minutë se po gjithë se kam shpatën. Për falje se Pa problem. për disa arsye të vogla, të janë në muj se dogana, Mos është shpatën që kjo? jo, ku shpata. Ja për shembull, është një nga shpatat këtu. Një nga shpatat është edhe kjo. Mos më do më hop. O shpatë. Po është e metalit? Po është e metalit, po Pret?
shpata shpare. Kjo, se po nuk e një gjë pozitive, për shembull, ne si shtolla shpatën, këtë tu që ti qoti, këtë pa. Por nuk janë të rrezikshme se policia nuk të janë të kesh shpata. Sikus të ndërruar e thera lëshin. Andresh. Kur vale vona. Pa e lidha me vetë. Pas ke gjithçka. Për shembull kam këtu ja ty reklamoj gjën më të bukur mua. Një nga Mitrovica ka vllajn dëshmor dhe kjo arma, kjo kallashi që simbol i armës luftë për lirinë e Kosovës, ma jetote për në shtëpi edhe gjysma është origjinale. Nesër do vijaj nga Mitrovica të mbiri tekstin e poezisë vllajt vet që do grendet, është për i trupi. Kam pas probleme 2 herë me policinë shqiptare. Pse? Për këtë kallash. Sepse duke reklamu si të falenderoj që do ta bësh këtë reklam, duke reklamu kështu, edhe ja heqin këtë që është për i druri, më kanë konsideruar se kam armë, merre me tregti armësh. E vetmi armë që kam është kultura. Unë s'di me shti me push. Po je ti ki me leje orë? Po, me lehet. Me leje të ki? Me lehet kulturë. Me leje të kjerë, veturës. Po është mjaft interesante Po e se vërdet. muzeu, këtu në Kosovë më pëlqen shumë. Bazallash, ka shku ma një nërë me ofë në ekspozit për skulpturat e tua këto në Prishtinë. Me që ti gjithmonë i ki me karakter kombëtar skulptura, Si, edhe Kosova po besoj që ka nevojë për një ekspozit tonë. si sot 20 vjet më parë, do të lutem shumë, të thosh në emision Bajram Kosovit në orën tim, si sot 20 vjet më parë, në Hotel Grand këtu, është hapa ekspozita më e madhe kushtuar Gjergj Kasteriotit, 365 metër katror ekspozit. Dhe ish kryeministri Bajram Kosovit, se unë nuk e njeh, pra ne për të rena, ka me deklaru se ka ardhe promovim ishte kryeministri funksionar të ekspozitës të. Po me rikthyer ekspozita? Po tani ekspozita është nisë për Shtetet Bashkuara të Amerikës me traget, edhe pas 40 sa ditësh që kjo arrin atje, do iki unë me avion veti 4. Amerikë. E mua jam marrë veti 4 ditë. Për mua besit, bestrimin që përna gjira në ko, besarra kompania ko. Besi e njef një Kosovar, që do ta marrë me veti, quhet Ernest Culej. E kam marrë. E po se një krejë? Ja, nuk e parë. Se? Po sepse vetëm 4 viza kisha drejt me marrë dhe nga Kosova i takoj Ernestin. E këti Kosovarit i kanë taku 2 gjëra të mëdha për i meje. Edhe mi marrë vizën 10 vjeqare, edhe mi dha ngocën për nuse. Edhe jam shikusit me formën tua edhe po besoj që së shpejti kena me pas videon ekskluzive dhe shkimat me mendos kurorët Gjergj Kasteriotit Skënderbeu. Me siguri ke morë dhe leje, se po të të morë dhe leje. Keme marrë leje që në dispozicion. Unë shotë se është një mënyrë të tregurit në atë, pa shonë se më kërkon gjyshi im në Prishtinë. A hajde të herë më tregos që ke po të 500 vjetë, do në nesër ose pas nesër u atë tregoj qitë Kosovarë dhe të Faleminderit shumë. Respekt që dhe bazi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe roftë raftësia, edhe më e lafin. Rasti me di budës. Më e lafin, që me arë në gjerim, se unë taku më rësi se unë do kisha hikë. Po, sigurisht. Edhe në gjerim me orë të tua? Po me arë në gjerim, pa tjetër. Po smeve, si e korrekt. Se liria e ka një emër, asha. Liria ka një Wallahi billahi, që serdhe me bo gjerim mu, edhe djalin e Ibrahimit, sponsorit tim, bujarit më të madhë që ma hatë dere në 11 natës, që ky kallash bëhet real edhe e shprasët dhe. e shprazët. Okej? Faleminderit shumë. Faleminderit dhe. Qoftë më nderë, Faleminderit. që tjetën. Faleminderit. Ma gjero pas nese, se më ka dhënë besën ky që do të nimoj pas nese. Po problem. Vozitja. Po.